Mirë se erdhët të dashur Britqapër në Letra të Rëvej. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Britqap, kjo javë duket shumë në stilin tënd. Praktike, e qetë në sipërfaqe, por më shumë gjëra që po lëvizin në prapasken. Nuk shoh nxitim, nuk shoh drama të mëdha, shoh vendime të mençura, intuit të fortë dhe mundësi për të ndërtuar diçka që ka vlerë afatgjate. Java fillon me Senegal që quhet Seychelles dhe kjo është që quhet në këtë grup letrash dhe kjo letër flet për përgjegjësi. Ka shumë mundësi Britqapi që dikush të mbështetet tek ti këtë javë ose të kërkohet të marrësh drejtimin e një situate. Mund të jetë në punë, në familje ose në një çështje praktike. Dhe le të jemi të sinqertë Britqapi. Kur ka problem, njerëzit zakonisht kërkojnë Britqapin. Kur ka festë, harrojnë të ftojnë. Por kjo letër tregon se aftësia jote për të organizuar dhe për të mbajtur gjërat nën kontroll do të vlerësohet. Pastaj vjen heaven, qielli dhe toka. Dhe këtë shoh qartë temën kryesore të javës, ekuilibri mes asaj që dëshiron dhe asaj që është realisht e mundur. Mund të ketë një plan, një dëshirë ose një objektiv, por tani është koha të kthehesh në hapa konkret. Jo vetëm ti mendosh për to, por ta zbrazësh në tokë. Në kuptimin e asaj që nga mendja të japësh jetë. Ideve. Kjo është pikërisht ajo që di të bëj më mirë Britqapi. Letra e tretë tregon çfarë duhet shmangur. Këtu kemi energji, zjarre dhe krenarie. Mos u përfshin në betejë që nuk kanë vlerë. Se vlen pra. Dikush mund të përpiqet të provokojë ose të bindë se duhet të reagosh me një herë. Por jo çdo njeri e meriton energjinë tënde dhe këtë ti e di shumë mirë. Ndonjëherë të dashur Britqapër, fitoria më e madhe është të vazhdosh rrugën tënde pa u kthyer pas. Mundësia që hapet gjatë javës është intuita. Intuita ja ku është. Kjo më pëlqen shumë sepse zakonisht njerëzit mendojnë se Britqapi vepron vetëm me logjikë dhe nuk është e vërtetë. Por e vërteta është se kur Britqapi dëgjon intuitën e vet, zakonisht godet në shenje. Mund të kesh një ndjenjë të fortë për një person, një mundësi ose një vendim. Mos e shpërfill Britqapi. Jo gjithçka mund të shpjegohet ndoshta me tabela, llogari dhe statistika. Këshilla jote vjen me letrën e 5 të këtu, e cila flet për partneritetin dhe bashkëpunimin. Javë nuk është për të bërë gjithçka vetëm. Po, ti mundesh Britqapi, por e ke bërë dhe më parë, por kjo nuk do të thotë që duhet. Një bashkëpunim, një ndihmë ose një bisedë mund të kursej shumë kohë dhe energji. Dhe java mbyllet me një energji shumë të bukur, qetësie dhe emocionale. Kjo letër më jep ndjesinë e dikujt që në fund të javës thotë: mirë, gjërat nuk janë perfekte, por po ecin në drejtimin e duhur. Dhe kjo për një Britqap vlen më shumë se sa premtime boshe dhe entuziazëm momental. Kjo është një javë ku përgjegjësia, intuita, dhe bashkëpunimi do të luajnë rol të madh. Mos u ngarko me gjithçka vet. Beso më shumë tek ndjenja jote e brendshme dhe mos e humb kohë me debate të kota. Në fund të javës do të ndihesh shumë më e qetë dhe më e sigurt në rrugën që po ndjek. Mos e bëj siç e bën zakonisht Britqapi. Do ta bëj vet, 5 minuta më vonë do ta bëj më mirë vet. Pastaj 10 minuta më vonë, po pse askush nuk më ndihmon, dhe kështu me radhë. Nuk je kompani me një person. Pranon ndihmën kur të ofrohet, edhe mali më i fortë nuk mbahet vetëm nga një gur.
të dashur Briciapi.